أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Në emër të Zotit mëshirues, mëshirbërës, paqja, mëshira, begatia e krijuesit të gjithësisë, qoftë mbi Muhammedin alayhi salatu wassalam dhe mbi gjithë profetët e kaluar përpara tij, mbi familjen e tij, shokët e tij dhe mbi gjithë ata të cilët ndjekin rrugën e Zotit, rrugën e traditës profetike, rrugën e mirësisë dhe rrugën e drejtësisë me lejen e Zotit. Të dashur vëllezër dhe motra, që jeni mbledhur sot këtu në këtë shesh për të festuar ditën më të madhe të Kurban Bayramit. Sot kremtojmë festën e Kurban Bayramit, një ditë që i bashkon zemrat tona në adhurim, në mirënjohje dhe solidaritet. Si rrallë herë, sot bashkohet dita më e bukur e javës, dita e Xuma, me ditën më të bukur të vitit, Kurban Bayramin, një gëzim i dyfisht. Kurban Bayrami, kjo ditë e bekuar na rikujton sakrificën sublime të profetit Ibrahim a.s. paqja e Zotit qoftë mbi të, i cili u përul me besim të plot ndaj urdhrit të Zotit të gjithësisë. Zoti i gjithësisë në Kuranin famullar thot, kur Zoti i tij i tha dorëzohu, ai tha, ju dorëzova Zotit të gjithësisë. إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. صدق الله العظيم. E pikrisht kjo sakrificë na mëson edhe ne sot se besimi nuk është vetëm fjalë, por vepër, nuk është vetëm ritual, por angazhimi i sinqert për të qenë më të drejtë, më të ndershëm dhe më të mëshirshëm në çdo hap të jetës sonë. Të nderuar vëllezër dhe motra, feja jonë islame na mëson se besimi nuk është i plot pa ndjeshmëri sociale. Nuk është i plotësuar adhurimi ynë nëse nuk përfshihet në të edhe përgjegjësia ndaj njëri tjetrit. Dhe shoqëria jonë nuk do jetë kurrë e drejtë nëse në themelet e saj nuk qëndrojnë vlerat hyjnore, mëshira, drejtësia, bujaria dhe ndershmëria. Dhe i dërguari i Allahut, Muhamedi alayhi salatu wassalam, paqja e Zotit qoftë mbi të, ka thënë: nuk e ka besimin e plot të përkryer asnjëri prej jush derisa të dojë për vllajën e tij atë që do për veten e tij. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Të nderuar besimtar, sot Kurban Bayrami është një ftesë për të gjithë, pa dallim, për punëtorin dhe fermerin që me djersën e ballit mbajnë familjet e tyre, për nënat dhe gjyshet që rrisin brezat me durim dhe besim, për të rinjt që kërkojnë vendin e tyre në shoqëri, për mësuesit që mbjellin dituri e vlera, për mjekët që i shërbejnë jetës së çdo qytetari, për sipërmarrësit që punojnë e japin mundësi punësimi, për intelektualët dhe drejtuesit që ndikojnë në mendimin dhe zhvillimin e shoqërisë. Secili ka vend në këtë thirrje të Bayramit. Për të thjeshtin, Bayrami është kujtesë që Zoti i gjithësisë është afër zemrës së pastër. Allahu është me të mirët, thot Kurani famullar, wa inna Allaha lama'al muhsinin. Për të pasurin është një kujtesë që pasuria është një amanet dhe duhet ndarë, si thot Zoti në Kur'an famullar, në pasurinë e tyre kishte një pjesë të caktuar për kërkuesin dhe nevojtarin. Wa fi amwalihim haqqun lis-sa'ili wal mahrum. Sadakallahu al-azim. Të dashur vëllezër dhe motra, për drejtuesit është një thirrje për drejtësi, për çdo drejtues kudo në botë, transparencë dhe përkushtim ndaj së mirës së përbashkët. Allahu
thot në Kur'anin famulart, ju urdhron që t'u jepni amanetet atyre që u përkasin dhe kur të gjykoni mes njerëzve, të gjykoni me drejtësi. Inna Allahe ya'murukum an tu'addu al-amanati ila ahliha wa idha hakamtum bayna an-nasi an tahkumu bil 'adl. Për të rit, për rinin, dinamizmin e tyre është një udhërrëfyes që sukseset pa vlera janë bosh, ndërsa për kushtimin ndaj Zotit i jep kuptim çdo përpjekje të tyre. Të dashur vëllezër dhe motra, në një kohë kur sfidat ekonomike, sociale dhe shpirtërore prekin shumë familje, Bajrami vjen si një dritë shprese. Le të mos e shohim thjesht si një ditë pushimi e konsumi, por si ditë adhurimi, njëkohësisht ashtu siç është vërtet, si një mundësi për të rindërtuar lidhjet tona me Zotin e gjithësisë dhe me njëri tjetrin. Të duam njëri tjetrin për hir të Zotit. Le ta ndajmë sofrën tonë, por edhe buzëqeshjen, të shkojmë te të vetmuarit, te të moshuarit, te ata që s'kan mundësi për të festuar. Sepse kështu jemi musliman të mirë, të ndershëm, jo vetëm në emër. Siç thot pejgamberi alayhis salatu wassalam, mëshironi ata që janë në tokë, që t'ju mëshirojnë ata që janë në qiell. Irhamu men fil ardi yerhamukum men fis sama. Në emër të komunitetit musliman të Shqipërisë, i ftoj të gjithë shqiptarët, nga çdo stres dhe çdo bindje, që këtë festë ta jetojmë me dashuri dhe përgjegjësi, të shohim njëri tjetrin me sy njerëzor, të ndihmojmë, të falim dhe të bashkëpunojmë për një shoqëri më të drejtë, më të begatë dhe më të bashkuar. Le t'i lutemi Zotit së bashku për Gazën, për jetët e prera në mes dhe gjendjen e rëndë që përkalojnë ata. Lutemi gjithashtu për paqe në mbar botën. I lutemi Allahut krijuesit të gjithësisë që të pranojë adhurimet tona, punët e mira, kurbanet që do therim pas faljes së namazit dhe lutjet tona. T'ju mbush shtëpitë me paqe, sofrat me bereqet dhe jetën me begati. E lutim krijuesin e gjithësisë që haxhit që janë në vendin e shet në Mekën e begat, nga e gjithë bota dhe qindra haxhit të Shqipërisë që kanë vajtur atje për të kryer haxhin, të cilët ndodhen në këto momente në vendet e sheta, që Zoti t'u pranojë lutjet e tyre, t'u pranojë haxhin e tyre, dhe Allahu na mëshiroft të gjithëve dhe na fal gabimet. Siç thot Zoti i krijuesi i gjithësisë, drejtuar Ibrahimit a.s. dhe thirr ndër njerëz për haxhin, ata do të vinë tek ti në këmbë dhe mbi deve të dobësuara nga çdo rrugë e largët. Wa adhin fi an-nasi bil hajj ya'tuka rijalan wa ala kulli damirin ya'tina min fajjin amik liyashhadu manafi'a lahum wa yadhkuru isma Allahi fi ayyamil ma'lumat, që ato haxhi kanë shkuar atje për të qenë të pranishëm, për të përfituar nga dobit e asaj atmosfere shpirtërore të tyre dhe që të përmendin Zotin në ato ditë caktuara siç është haxhi. I lutem Allahut krijuesit të gjithësisë që të na pranojë neve çdo gjë që kemi bërë në emër të Tij, të na lëshojë në zemrat tona mirësi, paqe dhe vëllazëri në mesin tonë, të na falë gabimet tona, mëkatet tona, dhe i lutemi edhe për vendin tonë dhe gjithë vendet kudo që janë, për mirësi, begati, paqe sociale. Amin. Ju faleminderit.